Ditët e nxehta të verës në vendin tonë, që nga muaji qershor kanë shënuar një rritje të lartë temperaturash, duke shtyrë kështu që shumë pushues vendas, por edhe turist nga zona dhe qytete të ndryshme, të zgjedhin lumin Cemi si destinacion për të kaluar fundjavën. Bukuritë natyrore, uji i kristalt, ajri i pastër dhe freskia që ofron ky lum, së bashku me hapjen e bar kafeve sezonale përgjatë bregut, e bëjnë qëndrimin edhe më të këndshëm dhe relaksues për të gjithë vizitorët. Noti, lojrat, shëtitjet, bisedat, momentet e kaluara me familjar, miq, e në veçanti me bashkëdhetaret të cilët çdo vit kthehen në vendlindje për të kaluar pushimet tradicionale, e bëjnë lumin Cem në një nga pikat më të preferuara turistike gjatë verës, duke tërhequr vizitor çdo ditë e më shumë. Për të mësuar rreth ecurisë së sezonit veror, fluksit dhe ndikimit që ai ka patur në aktivitetet lokale, ne biseduam me disa prej pronarëve të bar kafeve, të cilët të ndanë me ne përshtypjet dhe përvojën e tyre. Mirë se keni ardhur herë, mirë se u ka ofruar Zoti, faleminderit juve edhe televizorit Bojin, që sa para herë që interesohet për gjërat si turistike, si edhe gjërat e vjetra që kanë ekzistuar, si ky mullin që ka qenë, sot është një vend, pi thom, bashkimit ma shumë se sa kafe, apo diçka. Ka të metunën, ka ana jonë, ka nga ana tjera sa i takon turizmit apo promovimin së turizmit, po fali Zot se janë hala të ri në komunën, si organizate kanë më përmirësua pa tjetër. Atëherë duke qenë se temperaturat e larta këtë vit kanë ardhur më herët se herët tjera, duke shënuar pra një ngritje të lartë të temperaturave që nga mesi i muajit qershor, ndërkohë që tani jemi në korrik. Si ka filluar kjo vala e sezonit turistik në këtë zonë, pasi që edhe kafja juaj, apo siç e quajt ju vendi i bashkimit, është i pozicionuar në një vend shumë të bukur me një pamje të bukur. Çfarë mund të na thoni më gjatë rreth këtij sezoni? Si sezon ka filluar 2-3 ditë e para, është kanë një përvektim, kanë ardhur njerëzit e kanë, po filloj me vranësira e me ato ashtu që kjo sezon deri tashit nuk është kanë asafër as 20% që i viteve të kaluame. Por prej Zotit mirë, kur është njeri mirë e kur takohet me shok, dvet e rrinë, luajnë domina, luajnë letra, bajnë një kalim kohet këndshëm, është gjithçka në rregull. Po është edhe sezoni veror kur advetarët dhe mërgjimtarët kthehen në vendlinjet e tyre për të kaluar pushimet verore, e ndërkohë ato mbledhjet pra në netet e vona a bëhen këtu në kafen tuaj, pasi është edhe një ndër kafet më të vjetra. Çdo natë janë prezent këtu. Megjithëse 2-3 kanë filluar me ardhë, çdo natë janë deri 1 natës, deri në 2, derisa kanë dëshirë ata me naj, rrimë edhe na hapun, rrimë me ta, se i dëshirojmë për 11 muaj, vëllezërit i dëshirojmë edhe kur vinë, janë të mirëardhur e të mirë pritun. Faleminderit për tyne shumë, që e dajnë kohën e
tyne e pushimet me ardhë me ne me kanë e me nej. Po, ata si me thonë, dëshira e tyne është më madhe se mundësia që i kanë se koha e kanë caktuar me kohën, sa me nej e duhet me i vizitua edhe të afërmit e vetë. E ndërkohë që ju prej 20 vitesh e mbani këtë vendbashkimi, siç e quan ti, në një ndër pikat pra më të bukura të lumit Sem, si ka qenë interesi i vizitorëve ndër vite? A ka ardhur duke u shtuar interesi për ta vizituar vendin apo duke ulur? Ja, te unë, sa takon këtij vendit këtu të zvoglua është. Te unë ma poshtë, për para, sa kom qenë majri pak, e kom mujtë edhe me shërby, edhe me nej, edhe me... Aso, është kanë shumë ma e madhe. Deri sa sot vetëm kaloj kohën time edhe faleminderit kush vinë më mban shoqëri, se si kape ma nuk, për mua nuk... Nuk e ka funksionin e mëparshëm. Nuk e ka funksionin edhe, po se di ku të shkoj. Se prej shtyjtë më duhet në kafe dikoj tjetër, atë është... Është një mënyrë e mirë për të kaluar kohën. Po, nuk ka tjetër. E ndërkohë që ndër vite dhe dukurit natyrore e kanë shndruar her pas here rrjedhën e lumit. A e mban mend ti që lumi ka qenë më afër kapes tuaj më parë apo ka qenë? Ma i mend që ka kalua tek ky muri këtu. Po tash, pak punimi i rrugës, pak edhe vetë njerëzit marrë këtë zallin, mëlinën, zhurin, si t'ju thomë na, ja kanë ndërrua krejt. Atë shkuamjen e ujit, po mjaft afër është, nuk është shumë larg për ata që duhen mu freskua me aso se ka bajnë ditë zeta shumë këtu. Po, përveç vendasve, a frekuentohet edhe nga turistët huaj kë vend? Po, kom për fat mirë, çdo vjet vinë ka 5-6 familje që janë gjerman ose englez ose diçka dhe lypin që kampin e tyne apo ta pozicionojnë, ta lënë dikun këtu. Unë jam i hapun për atë punë, pa pagesë, pa korrisen, edhe ata vinë, kalojmë edhe me ta, aq sa dim me fole, me marrë vesh. Po, atëherë kohët e fundit janë shtuar edhe këto bar kafet në brigjet e lumit Sem, a mendoni se kjo ndikon edhe në zhvillimin ekonomik të vendit? Pa, qyre mos nëse nuk ndikon për vendin, apo për komunën, apo ndikon për popullsi, se fiton një kafshat buket, ndoshta me i shkollua fëmin, apo me i qua për para fëmin, edhe je kjo rrugë që lidh me shtetin am, e ka atë rëndësinë e vetë. E ka ban malsin e veriut, me thonë që na pak dashna ashtu lindje veri, e ka ban, si me thonë, një 70-80% ma për para se që ka qenë deri tash është që ka asta. Po, e nëse do ta lidhni edhe me ndonjë vështirësi apo ndonjë sfidë, pra si është puna me parkingun, me ndriçimin, çdo gjë është në Po rregull? unë këtu është një parking, 10 makinë, derisa këtu është parking i vorreve që e thirrim na, e kem punua të parking edhe ka sot, do me thonë që ka parking mjaft. Fatkeqësisht je këtu me marrjen e kësaj ranet, e lën shumë keq. Qyre gropa aty, qyri aso, kam ban apelua, kam fol me njerëz nga komuna, premtimet kanë qenë që po, janë sa realizua, nuk e di kjo organizata turistike tash sa është mundësia e tyne, apo sa dua kërkon me akuzuar me derisa me qina fëmijë vinë lodhin e të kalojnë kohë e bukur kime kanë me babam, rafsh, po ndoshta edhe do një për handball apo diçka kështu si plastike me vunë që ata det arktohen det ata mungon
është kanë fjalla një herë me kryetarin e komunës, me Nik Gjeloshaj, me disa fjallë restoranit popoli, jo se jam drejtuan, por kanë pa premtua, është një rrugje ka që një 7 shtëpi në sezonin e dimnit janë të blokuar prej një burimit që del aty për para shkjesim. Edhe anë punë se s'kanë pare për me realizua atë projekt, unë si laik i mësova që me shitjen e kësaj mulin, edhe mbesen pare, jo se punohet ata, po edhe mbesen, edhe më premtuan që është ide e mirë edhe do të realizojmë ata. Po ata bjena në ujë, me gjithë se cemi është i vogël, e kanë qitë në atë tem të vogël edhe e ka baj duket me vete nuk. Mirë, të kthehemi sërish te ky ambient i bukur që ndodhemi tani që duket shumë natyral. Mund të na tregoni se kush kujdeset për këto pemët dhe drujt këto rreth e rrotull? Kresat i kam punë unë me duart mia. Edhe me të thënë të vërtetën që edhe fëja i kanë një 5-6 herë, por unë kam ekzistuar edhe kam miell prap, e kam vunë derisa janë gjinja ta me fëje me pris. Sot është pak qio kishte me vjetë me pas edhe ma shumë, por aq është kanë mundësia. Patjetër. Mirë, ndërkohë që pushuesit bëjnë notë, argëtohen e megjithatë kanë dëshirë të vinë të freskohen, çfarë shërbimesh ju ofroni ju tani pushuesve? Ktu ka me janë qysh ujit që veme i ngrim që nuk paguhet, qysh asaj deri te uji që blehet e ngrim e paguhet, me pak raki, birra, do gjana tradicionale që i ka pa malësia, si në shpi, si në kafe, si shka dishat shumë, pak meze ka, cevap, do gjana. Si tash vitet e kaluame, e kem përdor çaçin, kafinin apo. E kem përdor, kem piq pula, ella, Misheli, narkatin, po besa tash. Kem pale te për herës, vjetë kanë kalua e s'jem man mundësi. Atëherë unë të falenderoj shumë për intervistën, duke t'ju uruar jetë gjatësi në radhë të parë, ta mbani sa më gjatë jetë e mundur. Këtë vend pasi është një vend ku ka qenë mulliri 200 vjeçar, ku ja vlen të ruhet si traditë. Ajo është deshta me cek, se ndoshta më ka shtynë ajo gjana që më ruhet pak që të muret e ati mullinit një ndër parë që dihet që kanë ekzistua, dhe mullinit që ka punua 12 muaj. Shumë interesante. Tu janë bërë shumë kumari, shumë miqësi, shumë probatini, shumë njerëzit janë këtë tapën, janë bashkua prej hotit me këta ndinosh, prej të rieshit me këta, dhe aq janë këtë tapër me të bashkuam. Po në di shallat bashkuam dhe rrinë, po çështja politike që vetë s'kam qenë me hinë, por një grim në ka shpërda, ndoshta një grim, po do t'jem vetë dishim që me ilon shtjerë, me lavasaje, me të rece, na jem mjeli një fejsit, pa marë parasysh kush beson qka, apo vetë përshëndes kreç stafin e juve, televizorin bëjnë.
Spari t'ju përshëndes ju, stafin dhe gjithë shikuesit e televizionit Bojin. Sezoni simjet ka filluar shumë më herët, mirë duket, në vazhdim do të shohim se si do të rrjedhin. Atëhera frekuentohet vetëm nga vendasit, pra këto që jemi në një lagje, apo vinë edhe nga më larg për të kaluar kohë të bukur këto në Cem? Frekuentojnë kryesisht banorët e Malësisë, Sparit, megjithëse Podgorica nuk është larg, kanë filluar shumë edhe të Podgoricës të vinë, Zeta Podgorica, ashtu më radhë. A mund të na tregoni edhe se çfarë shërbimesh mund të gjejnë klientët në këtë vendin tuaj? Tash për tash mund shërbimet pije, akullore, domethënë zgarë, ndryshme, qashtu. Me kem pregadit me shezlone, me lojra për fëmijë, akomodimi qetë, mendoj se është Po, një vend shumë i bukur në fakt. Kryesisht familjar, njerëzit si familjar, me fëmijë, me gjana. Përveç ditëve të punës, sigurisht që fundjava është më ngarkuar, apo jo? A ka ditë që ka më shumë fluks njerëzish? Vikendi po, shtune e diell, njerëzit kur nuk janë në punë, vinë më shumë. E në mbrëmje deri në cilin orar jeni të hapur? Duke këshir futbollin, edhe në orë të vona. Atëherë janë kthyer në vendlinje dhe mërgjimtare, sa e frekuentojnë ata dhe sa kanë dëshirë që të jenë të afërt me natyrën e sigurisht edhe me vendin e tyre? Ata posaçërisht se vine, pushojnë, takohen me njerëz, me të vetit, me familjarë, kështu vine, kalojnë kohë të bukur, mënoj, kështu në buzë Cemit. Atëherë në oraret e hapjes apo jeni të hapur çdo kohë, domethënë nuk keni një Kryesisht në çdo kohë. Po ujësi është i nxehtë, a kanë ankesa ta që lanë? Deri tash është kemë pak i fresk, tash ka nisë mund nxehë, mendoj se tash do të jenë në rregull për lagjen. Mirë, edhe një këshill ndoshta për të gjithë të rinj që do vinë të frekuentojnë sa më shumë vendet në një natyrë kaq të bukur siç është Cemi, cili do të ishte? Të ri gjithçka se vinë të ri, ata janë klientela kryesore, ata frekuentojnë lumin Cem, shëqër Zotit këtë bukurie, këtë gjanë të shohin, e përdorin, Cemi është i gjatë, ka plazhe shumë të bukura, vene shumë të bukura, edhe ata bajnë qep sigurisht. Edhe kushtet duken që janë shumë të mira. Kushtet jenë munua t'i rregullojmë, ka edhe për të rregulluar, por vinë. Po, shumë e bukur, shumë. A jeni të kënaqur me vizitorët? Po, ndër tash, po. Sa vite ka që e keni hapur këtë lokal? Tash 4 vjet ashtu vjen. Dhe si është interesi vizitorëve? A vinë ata më shumë gjatë fundjavës apo edhe ditëve të punës për të kaluar çaste të bukura këtu në lumin Cem? Për çdo ditë vine, shumë ashtu. Me familje sigurisht? Po, me familje, me fëmijët tanë bashkë. E ndërkohë shohim që edhe keni zgjeruar me shezllone, me trampolina, me karrika, kjo i bën akoma më të afër. Po, tana me bazene, me karrikat e tramboline dhe xhalkat të reja të tana. Atëherë ky është pra një biznes familjar apo jo? Jeni të gjithë të familjes punoni këtu apo punon edhe dikush tjetër? Po, tanë familje. Vetë burre, fëmija, të dy. Po, e ndërkohë që janë kthyer nga jashtë vendit pra vetarët, mërgjimtarët, a vinë ata në mbrëmje për të kaluar kohë, sidomos tani që është edhe Kupa e Botës, e ndërkohë shohim që keni edhe një televizion këtu për të parë ndeshjet. A qëndron deri në mbrëmje vonë i hapur lokali juaj? Po, deri vonë se vinë rinia, luajnë letrat, luajnë domina, rinë bashkohen anë bashkë.
Si me thënë, sezona ka fillua si me diçka pak ma herë, si me thënë se çdo vjet është, si me thënë, koha e njëjtë që fillon sezona, por turistat kanë filluar diçka ma herët më arë si mjetë. Ashtu që sa për si mjetë jem shumë kënaqur, dhe me thënë sezona është të shkoj diçka në rregull si që peshin edhe ju vetë. Ashtu. Duket në fakt shumë bukur edhe me njerëz. Pra domethënë fundjavat janë më të ngjeshura me njerëz apo me ditë tjera. Tash janë edhe këto, për shembull, nesër është 13 korriku, festa e shtetit, e presim edhe më shumë turiste. Por normalisht për vikende janë më shumë zonën e këto vesel ka cemi këtejnë edhe, por megjithëse si mjet ka edhe ditëve e tjera. Për shembull kur më nxehtë, vinë edhe më shumë njerëz edhe ditëve e tjera, ashtu që ka turiste shumë përse në botë si mikë. Ndërkohë që Llokafja është e pozicionuar në një vend shumë të bukur, në fakt kjo është e vlerësuar besoj edhe nga turistë të huaj, apo jo? Po, është edhe vetë pak si me thënë më specifik këtu, është pak në Erpeqine, është si me thënë munua me kriju ai vetë më specifike, më si me thënë komfort edhe për në kënd për turiste kështu. Atëherë po orarët e hapjes si janë, domethënë nga mëngjesi deri në mbrëmje vonë apo? Po, ne hapim në 10 ora, si me thënë punojnë deri ka 8 ora, për punë se kem both punë, atë në, si me thënë, e drym pak më herët, belja, por 10 deri në 8, kështu punojnë, po. Dhe çfarë shërbimesh kanë klientët tuaj këtu në bar Kapecimi? Për shërbime, gati të gjitha, mundi me thënë, kanë prej henat, si me thënë, tradicionale, henat, si me thënë, shpijake ka, si me thënë, por kanë edhe koktele, kanë, si me thënë, gati të gjitha që mujë për shembull dikush me kërkuar mundet me gjetë na. Sa për atë punë si me thënë, munua sa më fort me i pa gjitha kushtet njerëzit. Sa vite keni që keni hapur restorantin? Kjo është, si mjetë është 6 vjet, 6 vjet që punojnë, po. Dhe nga vitin e vet, a ka qenë interesi më i madh sigurisht të saj? Po, si me thënë, si mjetë është primet interesi me gjithë edhe vjeto kanë shumë mirë, si mjetë është, shose është më interesimi më i madh. Me gjithë edhe sot i të kanë plot lokali, për shembull edhe plazha, por është kanë pak si në Vranësinë e Karashije, kështu por jo, shumë i kënaqur jam sa për punë edhe shumë i kënaqur. Ne në fakt Vera mund të themi që sapo ka filluar, pra nuk është se kemi përpara akoma ditë të ngrohta, megjithatë nëse do të bënin një bilanc ose sipas statistikave që e kanë vizituar këtë, sa do të ishte në numër? Për afërsisht. Gjatë sezonit, ne nuk e kam një statistikë saktë, por jeni të kënaqur me shifrat? Po, shumë i kënaqur, se për shembull për vikendit është çdo ditë full këtu, për shembull e ditëve punet për shembull më pak, adin ka vese të lira, por për shtunë e diell është çdo ditë është plot, ashtu që e di se vijnë shumë ka hina bela ndoshta më ndjekë se nuk kanë vese me ardhmë, për shembull vjet dikush pak më vonë shtunë e diell s'ka vet. Por jo, ka, si me thënë, ka turistë botë. Për sa i përket dekorimeve, nga vitin e vet keni shtuar diçka të re, për shembull çadrat apo shezllonet, diçka që bie në sy të turistëve? Po, si mjet nuk kam shtuar për shumë, por jam munduar, si me thënë, më fort me alesu edhe vetit e punëtorëve, pak, si me thënë, me kushte punet e me kështu, adin, se nuk ka lehtë për shembull edhe për punëtorë, ajo kam lehtësuar, si me thënë, një fije pak më kollaj me punua këtu, ashtu që. Duke qenë se edhe është kohë pushimeve, mërgjimtarët, atletarët tanë kthehen nga vende të ndryshme të huaja të botës, a vinë ata dhe frekuentojnë dhe ndahen të kënaqur? Po, për turistat që vinë prej më larg, po. Se si me thënë, shpesh më intereson adin e pyes kështu turistat prej ka vini e kështu atë na më intereson se vinë prej gjithë çfarë shtetesh, atë na ves si më ke si keni ardhur të mua ashtu më intereson për punë të reklam se po janë shumë të kënaqur janë. Vinë prej çdo anet vinë. Po, sepse vërtet për hir të vërtetës duhet thënë që është një vend shumë i bukur. Çfarë do thotë kjo për ty si një biznesmen, si një djalë i ri, a je i kënaqur me gjithçka që mundohesh të t'i ofrosh vizitorëve? Po, me të drejtë jam i kënaqur kur i shoh i klientët që janë të kënaqur. Se gjithmonë ju thonë punëtorëve, kur e shoh se është i kënaqur kur vjen për shembull me pamje, edhe për shembull kur shkon është i kënaqur me si me thënë, me ushqime, me shërbime, me gjitha atër jam vetë i kënaqur pra me kur e kryejm punën, atër jam më i kënaqur. A ndodh që të organizoni aktivitete të ndryshme mbrëmje me muzikë etj? Po, plane kam aty bela më vonë ka gushti, por tash për tash jena s'kem adin, si me thënë mundësi me kështu punëtore, kështu atër na, por bela më vonë ka gushti,
kem plan me muzika, diçka me organizua. Shumë mirë. Po nëse do të cekë ndonjë vështirësi apo sfidë që keni hasur, keni te i kaluar deri tani apo i keni përballuar me sukses? Si me thënë vështirësi në akëll gjithçka, si me thënë prej fillimit me kriju këtë vendet tona këtë punë, a din, por jo, si me thënë tash jam në nivel kushtet kryesore janë energjia, rruga, gjitha ato që janë elementare. Vetë me kriju atë tona që me lehtësua vetit e të tonë, është që jo, s'ka tash, ka pa deri tash, por tash s'ka shumë, sa. Por normal, se hala është edhe nuk është. Po, është vetëm fillimi, ndërkohë që duken dhe tavolina që janë të mbushura plot. Po gjatë ditëve, pra jo vetëm fundjavës, por gjatë ditëve të punës, sa ka njerëz që vinë dhe qëndrojnë deri në mbrëmje vonë? Po si me thënë shumica këtu vinë me te për me kalu e ditë tonë ditën, edhe rrinë deri para se dryj orarin edhe po, si me thënë mas shumë të vinë me te tonë ditën. Kanë gata vizitorë që kanë qenë vjetë për shembull e rikthehen sërish këtë vit me të njëjtat përshtypje të mira. Për shembull që vinë çdo vit, i kam për shembull tash 6 vjet që vinë, edhe ka normalisht shumë të ri, din që vinë për shembull vizitor prej jashtë kështu që e kalojnë një ditë këtu edhe po. Sigurisht edhe familjet me fëmijët e tyre, të cilët duken sikur vërtet kënaqen në këto oazë të bukur. Shumë janë kënaqur që vinë edhe me fëmijë kështu familjar, është si më thënë vetëm familjare. Ndjen vetin e sigurt me ardhë këtu, ashtu që janë fort i kënaqur. Mirë, atëherë unë të falenderoj shumë për këtë intervistë që u shpreh për televizionin tonë. Faleminderit edhe si mjetë edhe vjetin i kenë, faleminderit për jush. Suksese. Që promovoni mua edhe vetin edhe cemin e faleminderit për ju shumë. Larg nga zhurma e qytetit, Cemi mbetet një nga pikat më të frekuentuara për pushim, shoqëri dhe argëtim. Aty ku atmosfera e këndshme nuk përfundon me perëndimin e diellit, por në orët e vona të natës mes bisedave, lojrave dhe melodisë së natyrës.